Të nderuar zënja dhe zotërish, artist, shkrimtar, këngëtar, poet, njerëz të artit dhe të kulturës, është kënaqësi për ne të kemi një vajzë vlonjate sot në mesin tonë dhe ta mikpresim në Shkodër, kështu që si fillim do doja të jepim një duar trofike. Gjulieta Theraj vjen me librin e saj Më të fundit, Vuajtur po jo e harruar. Është një poete e re, shumë dimensionale, artin e ka në gjithë qënjën e saj, jo vetëm në poezinë e bukur që shkruan, por edhe në muzikën, edhe në dramë. Dhe ajo sjell pakës nga shpirti i saj për lexuesin shkodran sot. Gjulieta ka një botë madhe, shumë dimensionale. Ka shumë dashuri për jetën dhe njerëzit. Prek të gjitha temat nga pak. Ashtu si janë bletët që marrin nektarin lule për të sjellë atë mjaltin e shishëm. Do kem nderin të ftoj një tjetër poet, një tekst shkrues, maleve tona, sidomos të bukurive të Dugaxhinit, i cili i këndon me dashuri dhe që ka skalitur emrin e tij mes artit dhe poezisë së bukur të veriut. Lula Shbrigjaj, 2 fjalë për autoren dhe librin. Mirëdita dhe përshëndetje. Të nderuar kolegë, miq dhe artistë të mbledhur në këtë promovim libri, të nderuar organizator, ju moderator dhe media që e përcjellni këtë aktivitet. Mirë se erdhët, ju nderuar artiste shumë dimensionale, Gjulieta Theraj. Faleminderit. Është një shprehje këtej në Shkodër që thot me kënë Shkodran ta na i pa. E në të vërtet, poetja jonë më duket si Shkodrane, sepse i banë të tanë. Është edhe aftë, edhe zgjuar, edhe inteligente. Ajo përveç performancës saj, që është vërtet ngacmuese për ne poet, është frymëzuese. Ajo është edhe një poete që në gjinin e letërsisë ka lëvëruar poezinë, romanin dhe dramën. Është këngëtare, vallëtare, aktore dhe koreografe. Ka studiuar për informatik, estetik dhe një akademi ndërkombëtare aktrimi. Por më veçanta është një grua e fortë, një grua guximtare dhe një grua fisnike. Shpesh debatohet nëse talenti është dhuntia së punë. Unë mendoj se artisti apo artistja lin. Pastaj puna dhe fati përcaktojnë shkallën e saj të suksesit të karrierës. Të gjithë ata që lutën kanë dëshirë që lutja e tyre të bëhet në një vend sa më të shenjtë. Të gjithë artistët kanë dëshirë që librat e tyre, veprat e tyre t'i promovojnë në qendra sa më të mëdha artit dhe kulturës. Dhe mendoj që kjo ka qenë arsyeja që poetja jonë ka ardhur nga Vlora, ka ardhur nga Italia për të promovuar librin e saj në Shkodër. Prandaj uroj që ajo ta shijojë emocionin e saj, kënaqësinë e saj, sepse vërtet si thanë kolegët më parë, në Shkodër sot ka shumë aktivitete, por ata që kanë ardhur këtë aktivitet janë vërtet personazhe që vlerësojnë punën tuaj, edhe pse shumica nuk të njohim direkt, por nëpërmjet rrjeteve sociale sot arrim të njohim secili. Mirë se erdhën në Shkodër artiste e nderuara. Faleminderit. Unë zakonisht në promovime librash nuk flas shumë gjatë. Shpesh herë kur nuk më pëlqen libri, flas për autorin. Shpesh herë kur nuk njoh autorin, merrem me librin dhe 4-5 minuta i harxoj, por në rastin e sotëm unë kam mundësi me harxhu 4-15, sepse nëpërmjet rrjeteve sociale e njoh autorin, por unë e kam pas librin prej kosh dhe kam arrit ta lexoj librin, ta përvetësoj dhe të kem një opinion të plot për të, por do të respektoj kohën, do të tregohem koncis në ato që do të them.
Së pari urime për këtë libër, komplimente, që në synin tim është një libër që ka nivel artistik dhe mesazh njerëzor. 2 gjëra kryesore që duhet ketë një libër me poezi. Është një tip poezie që t'jep relaks, leksion dhe frymëzim. Nëse duhet të gjej një vretje, sepse ne që krijojmë na pëlqen vetëm shija jonë, duke patra nga këtë librin me këtë kopertinë, duke patra ato që ka mbrëm, mu vetëm titulli nuk më pëlqen, sepse nuk e mendoj as të vujtur, as të harruar. Unë këtë libër, ndoshta me synin tim do ta kisha titulluar Tranafil me stuhi, sepse zetë jetës tuaj i shkon më shumë se gjatë ky titull. Unë mendoj se artisti ose poeti e ka të pamundur ta ndajë botën e tij të brendshme nga krijimtaria, apo ta shkruajë frymëzimin nga realiteti. Prandaj, edhe këto poezi që vinë sot në këtë libër janë produkt i përjetimeve të brendshme të autorës. Unë po citoj vetëm 2 vargje. Të gjithë më deshen me fjalë, duke ma goditur zemrën me grushta. Kjo është bota sot. Një dashuri sipërfaqësore, një botë që më shumë se falsitet s'ka asgjë tjetër. Giulietta është e ashpër ndaj fenomeneve negative të postë, por është e butë ndaj njenave njerëzore dhe melankolike para botës femërore. Në varkun e saj duket natyrë krenare, triumfatore, rrallë shoh brishti tek vargu i saj, duket se sa herëzohet shohet më fuqishme. Do të citoj 2 vargje. Më mirë një tigër ose një luan që më shehegër, se sa të qenushet e regjin që më servilosen. Nëse i zbërthejmë dhe analizojmë këtë varg, thotën e në kupton shumë. Është pak i ashpër në botën tonë, mashkullore, por është realiteti. Ka metafora dhe figura sa të dushme. Aty ka lirika, ka epika, ka tematika kurbeti, dedikime, poezi meditative, filozofike, dhe te këto filozofike të unë po citoj të njëre. Gjumin të aprish hasmi, qetësin të aprish pasuria, letjen gjithmonë e varfër, aty ku mizëtërën dashuria. Një filozofi poetike që ka thellësi menimi, ka notë artistike, ka aspiranca shprese, se cilit i shijojnë këtë vargje sipas natyrës tij. Por unë mendoj se 2 vargjet e fundit, leti jem gjithmonë e varfër, aty ku mizëtërën dashuria, janë një leitmotiv. Në libër ka shumë vargje lirike, në fakt desha të zgjell njërin prej tyre. Mu ban 2, mu ban 3, pastaj 4 dhe nuk zgjell asnjërin prej tyre. Unë ju ftoj ta duart trokitni dhe ta lexoni pa fjalë një poezi, sepse vetë autori është poezi. Unë nuk e kam ndërmend të sjell gjithë librin para jush, nuk e kam ndërmend as të zgjata më tepër, por besoj se ua kam nxitur kurreshtin ta lexoni këtë libër. Ta lexoni krijimtarinë artistike dhe letrare të poetes Giulietta Ferraj. Uroj që të ketë me të kënaqur në përpunimin tonë, me auditorin këtu, dhe do ta mbyll fjalën time me 2 vargje emblematike që i gjeta nga libri. Jeta është bardhëzi vetëm për ata që e kanë shpirtin pa ngjyra. No comment, se cili ta komentoj si do vetë. Lexojini këtë libër, lexojini krijimtarinë e zonës Giulietta Ferraj, sepse është vërtet një mesazh. Urimi. Faleminderit Lulash për këtë çështje aq të bukur dhe analizë që i bën librit. Besoj që gjithë secili don sa do kërkoj, ta lexoj, ta blej, ta ketë pjesë të bibliotekës së tij. Ftoj një shpirt bukur shkodran, na lexoj diçka, një pjesë nga libri. Lida Haxhiaj, ju lutem. Përshëndetje gjithëve. Ne citoj jem përpara jush sot.
realisht unë jam promovuese e turizmit, por nuk e vi larg e poezisë, fjalës së bukur për të poezisë. Dhe zonja vjen nga Vlora. Dhe ne si promovuese e turizmit shkojmë shpesh në Vlorë. Dhe të falenderoj shumë zoti Xhelal për ftesën. Dhe direkt sa më tha Xhelali që është një zonjë nga Vlora, unë pranova me shumë kënaqësi dhe do të ndaj me ju një poezi që mu më ka prek pafund realisht. Dhe kjo plaga shoqërore e femrave të divorcume nuk e di një dhe do ndaj me ju këtë interpretim. Nuk do ta shaj kur një grua, si kur të mbaje në bark një fëmijë 9 muaj, natë ditë shpirtin para hatuar si i huaj, po ja që Zoti të bëri mashkull të pamerituar, përandaj nga goja nxjerr fekale i degraduar. Si kur ti provoje dhimbjat e lindjes, nuk do ta shaje kur një grua, po ja që Zoti të lindi mashkull gjatë gjithë jetës, prandaj nga goja nxjerr fekale i degraduar. Sikur ti provoje gjithë që rrjedhin gjak, nuk do ta qëlloje kur një grua, po ja që Zoti të bëri mashkull pa hak, ndaj nga goja nxjerr fekale i degraduar. Sikur ti dëgjoje ulërimat e saj në kup të qiellit, kur sjell në jetë farën tënde në dritë të diellit, po ja që Zoti të bëri mashkull të pamerituar, ndaj nga goja nxjerr fekale i degraduar. Më emocionove pafund, realisht. Të uroj vetëm suksese në bërë të gjithë. Ke qenë shumë bravo. Tani ftoj një tjetër poete malësore, besoj do i thot 2 llafe të bukura për vlonjatën tonë. Poetesh Lifa Hasan, lutem. Ju përshëndes gjithëve. Uroj mikën nga Vlora, poetën, është njëri si sot. Falenderoj Xhelalin që me vërtet ka bërë promovimin, ka bërë që në tokra. Si gjithmonë, edhe familjarëte e zonjës Gjonita Ferraj, i uroj për mbështetjen që i bëjnë poetes. Nuk është kollaj me këtë poetëve bëve një pjesë tjetër tjetë, si mam, si prim, si punojse me tjerlikon, të gjithë dim se sa vështirë është të bësh disa punë, dhe kjo është shpirtërore dhe bravo. Atëherë unë po lexoj, ajo që i vëjta me pak kohë që më mora këto të libri i zonjës, ishte se ka tematik, ka revolt, dhe ne kena nevojë për poezi të tilla, për tematik dhe për revolt, sepse lexuesi nuk do vetëm dashuri. Është pjesë e jetës normale për nënën, për babën, për dashurinë e tjerë, por revolta sidomos në ditën e sotme duhet të jetë shumë e gjatë dhe të gjithë miqtë tonë këshilloj që edhe librat e tyre të kenë revolt, pse jo? Kjo është ajo që ka tingull, që ka këmbën alarmi për kohën që jetojmë. Atëherë, që duhet më shumë poetit. Të gjithë mburren me pasuritë e tyre, dikush makinat shtrekta numëronte, dikush shtëpit me pluhur dhe gur, dikush nektarët e luleve me miser e grur, dikush me rrobat firmosur, dikush me këpucët lustrosur, dikush me lek të pista, dikush me dashnoret e ndyra. Pra kemi problematik. Unë numëroja librat e mia, librerin time, i vija. Unë burra me shtëpinë e thjesht, shtruar me qilimin e thjesht, e lesht. Zyrën i fëmijëve në mëngjes e ka mus grimit për bes. Ç'ti kërkoj jetës, dhurat më të mirë? Ç'i duhet më shumë poetit? Në vargjet e tij,
të lira. Ju faleminderit. S'ka ma bukur se kur gratë shprehin aq i bukur për gratë të tjera. Se thojnë që gjimia femërore ka i konkurencë mërna vetës, por nuk është e vërtet. Besoj që shumica për nesh në sallë jena mbështetje të grave tjera, të vajzave tjera, të poeteve në këtilla raste, të shpirtit tyre të bukur dhe të kësaj revolte që shprehin nëpërmjet vargjeve dhe poezisë. Kam nderin të ftoj një vajzë tjetër, të lexoj diçka apo të thot diçka rreth librit, Lida Hotel. Përshëndetje. Uroj autorin Xhulin suksese dhe organizator. Modestisht dishta me lexu mirë se erdhe nëntor, me që promovimi i librit kërkon me datën 1 nëntor. Mirë se erdhe nëntor ti, e pa shkëmbën e mbar. Si nusja kushton të burri për herën e parë. Fillon e zhvishesh si dhëndër, ihel gjethet mbi tokën e mbretit, e shtron qilimin në ngjyra ilberi, për sytë e piktorit, dhe muzën e poetit. Gështenjat kërcasin mbi zjarr, si tupanat në dasmën e djalit, afër gjakut plaku fshertin si i marr, numëron lespit dhe rrullat e ballit. Sukses! Ftoj një tjetër grua, një zë tjetër të bukur, Naime Gjongecaj. Përshëndetje gjithëve, Naime Gjongecaj Tropojane, jetoj në Tiranë. Personalisht nuk jam me artit, jam e tjetër fushe, po miken time, Xhulin, e kam mike, e kam nane, e kam shoqe, e kam motër për 2 arsye. E para, është një gru heroin, ka rrit 2 fëmijë të edukuar dhe ka rrit me çan jetë. Prandaj, ju faleminderit gjithëve që keni ardhur dhe në veçanti Xhulin, të kam shumë gjatë Xhulin. Unë jam fushë tjetër, merrem me politikën e Ballkanit. Shkodra është qyteti i kulturës, i traditave dhe qyteti i gjërave më të bukura që mund të kesh shqiptarizmi, i trojave tona. Unë thjesht do t'i them vetëm 2 vargje, por nuk di të recitoj si recitoni ju. Mos shty me bryla o njeri, mos shty me bryla mbi këtë tokë. Ka vend për ne kudo kjo botë. Mos shty me bryla o njeri me inteligjencë. Lakuriç erdhe me vaj në gojë, lakuriç do t'ikesh po nga kjo botë. Prandaj ju lutem, gjithë pushini, i madh i vogël, dune gruen, dune vajzën, dune familjen, është gjë e merr shajt e ma. Çdo mashkull i bëjmë thirrje të respektojnë një femën që e bën prim, e bën familje, e bën kom. Faleminderit gjithëve. Urim me shumë pakon mikëna, të dushësh. Do më thoj që ke sjell më shumë zora grash sot, e ne ke bo me hilen e burrave, po përpiqem me bo humor, por unë marashi nuk jam marrë dot humorin. Marash fjallë. Unë vërtet e kam edhe mikën në Facebook dhe e falenderoj për zemërsisht që më ka vrenu dhe i lexoj më shumë ende postimet e saj. Më pëlqen diçka se më duket njëri shumë e gëzueshme nga ato kërcimet që bën në shtëpi dhe me gjithë zemri ore gëzimet mira pas gjithmonë po. Dhe falenderoj organizatorët e këtij eventi që më bën këtë ftesë dhe njëhem dhe respekte për ju. Unë të lexoj një poezi që përmend Mostak. Unë vërtet i vej Mostak, e për mos kujtoni se jam vetë. Po nga ta burra me pantallona që i thonë gruas shënmëri. Pastaj bëhen burra me fustana, i thonë dashnorosh manxheri. Betohen për nënë e për babë, betohen për kishe xhami, hiqen burra mustaqeren, në vepa bëjnë si dhia kakërli. Buqetës së bukur me trëndafila sot, shtohet një tjetër trëndafil, Merita Mane, Dytja Mone, si malam. Edhe besoj që donetoni 2 llafe të bukura për autorën dhe të lexoni diçka për audiencën. Përshëndetje. Unë li nga Vlora
jam e nderuar dhe e respektuar që marr pjesë në këtë event të rëndësishëm në promovimin e librit me poezi të një nga vlerave të penës së shkruar vlonjate, që ndoshta nuk është shumë e konfirmuar, por për mua ka vlera të mëdha. Unë nuk jam e afër me Gjulietës. Unë jam mësuesja e saj e shkollës mesme. I kam dhënë fizik në shkollën e mesme. E kam dalluar si nxënëse të shkëlqyer dhe me qenë se isha në drejtim dhe përgjigjesha për aktivitetet artistike se vetë kam mbaruar shkollë muzike pavarësisht se studiova fizik, Gjulieta ka spikatur me aftësitë e saj mjaft inteligjente në fushën e artit, në recitim, në këngë, në valle, në grupin dhe ansamblin e shkollës, Gjulieta ishte e para. Plus kësaj, përveç se ishte një vajzë model në sjellje, ajo ishte dhe mjaft korekte në mësim dhe veçoi nga nxënësit e tjerë. Ishte një vajzë e brisht, mjaft e urtë, shumë simpatike, por edhe fort. Më pëlqen që mbas kaq vitesh unë të takoj këtë vajzë 17 vjeçare në këtë mosh ku mora vesh fatkeqësisht dramën e saj, divorci. Ajo e ka përjetuar shumë keq dhe megjithatë e sfidoi. E sfidoi me forcë, e sfidoi me vullnet. I tregoj vetes që jam vajzë vlonjate. Dhe unë për këtë jam krenare. Plus kësaj, unë kam punuar me mësuesin e informatikës, i cili ishte vllai i Gjulietës. Më falni mos po zgjatem, mos ju prish punë. Jo, Vllai i Gjulietës, Agim Feraj, i cili ishte një djalë i mrekullueshëm. Dhe unë aty mësova. Ishte për herë të parë u fut kompjuteri, i përfaqësuar nga një miqësi amerikanësh. Dhe Agimi ishte i pari që mësoi dhe unë duke qenë aty në atë shkollë dhe më duhej për fizikën, yra në kursin e kompjuterit dhe më thotë, do të sjell motrën profesore në shkollë, ta sjellësh i thash. Por tha nuk jepet shumë për fizikë, ajo është për shkencat shoqërore. Por jo, nuk ishte vërtet, ajo ishte për të gjitha. Ajo e mësonte të gjitha në mënyrë të barabartë. Dhe kështu ka ecur në jetë. Unë nuk po lexoj, pavarësisht se kokën e mbaj ulur. Unë këto fjalë po i them fjalë zemre. Unë jam lajmëruar shumë vonë dhe s'arrita do të lexoja gjithë librin, por në qoftë se më lejoni, unë nuk jam as aktore, as recituese. Jam një fizikante që do t'ju them dhe diçka kuriozitet për profesionin. T'ju lexoj një vjesht të vogël që Gjulieta ja ka dedikuar vllait saj që sot nuk jeton, i cili u nda nga jeta në moshë shumë të re. Sot gjeta fletoren time të vjetër, brenda saj fotografin tonë të rinis. Me slodhve qava, me shiu mbi letër, kërkoja t'i prekja syt e tu të brisht. U zgjuan kujtimet si rezet e diellit, s'di çfarë të kujtoj më shumë e më pak, se ti ishe ëngjëll i çmuar i shpirtit, ike me vjeshtën, me fatin tënd në merak. Do të vi si rufeja, kur Zoti t'i jap ligjet e reja, ti do jesh gëzimi ditës, i qeshur si lulet e pranverës.
Së fundi, dësha t'ju them që unë kam përveç kënaqësisë që uftova në këtë event, kam dhe një nostalgji për Shkodra, sepse është një qytet shumë afërt me Lezhën, ku unë me bashkëshortin tim ushtarak kam jetuar 8 vjetë. Ai në aviacion i transferuar nga Lezhë pasi ne u fejuam, dhe unë erdha dhash për herë të parë mësimin e fizikës në shkollën e mesme Hidayet Lezhë, me drejtor të nderuarin dhe të respektuarin Mark Vuj. Dhe kam kujtime shumë të mira nga Veriu, se unë isha një vajzë e jugut, vajzë e 2 arsimtarëve, edhe kisha tjetër formim, edhe dialekti im ishte ndryshe nga dialekti i Veriu, dhe pata shumë të vështirë në fillim të adoptohesha me dialektin tuaj, por më pritën shumë mirë, më respektuan, më kanë nderuar, edhe unë jam mirënjohëse për tërë jetën popullit të Lezhës, nxënësve që kam përgatitur, dhe njëkohësisht edhe shkodranëve, pasi një pjesë të mirë të kolegëve i kisha shkodran. Esa Parisuzi, poetin Rudolf Marko e kisha kolegë, Anet Aristani, mësuse matematike, kisha shumë mësus të vjetër edhe nga Lezhë, me të cilët kam darë gjithë punën time pedagogike arsimore. Së fundi, e falenderoj me gjithë kënaqësinë time këtë nxënëse të përkushtuar që mundi të sfidoj jetën e vetme në një vend të huaj, dhe që arriti kaq lartë sa të marrë gjithë të drejtime në jetë, të bëhet një artiste shumë dimensionale. Ju falenderoj të gjithëve, pjesëmarrjen, dhe ju jam mirënjohëse që na mirëprisni, Veriu mirëpret ju. Bravo. Nuk e mbaj mend ku e kam lexuar, por më vjen së vartë tash në mendje. Më jep një dhimbje që t'jap një kryevepër. Ndoshta ky është edhe simbolika e librit të poetës Lonjate. Mu besua sot ky prezantim i thjesht, modest, ju kërkoj ndjes, ndoshta nuk ishte ashtu si duhej, por besoj që kam vënë më të mirën që mund t'jap një poete. Kështu që para se t'ja jap fjalën autores do doja të lexoj edhe unë diçka që më pëlqeu shumë domethënë nga libri. Mos shtyej me bryla mbi këtë tokë, ka vend për ne, kudo kjo botë. Mos shtyej me bryla o njeri me inteligjencë, lakuriç erdhe me vaj në gojë, lakuriç do ikësh nga kjo botë. Nuk e di para se t'ja fjalën autores, a është dikush nga salla që ka dëshirë të thotë 2 fjalë, një përshëndetje. Atëherë edhe një herë duke e falenderuar poeten Gjulieta Ferraj që sjolli Shkodrën për promovimin e librit saj. Besoj që kemi kaluar gjithë bashkë një ditë shumë bukur, mes vargjeve, mes artit, mes dhimbjes, mes dashurisë dhe mes mirëkuptimit. Shkodra, Malësia, gjithmonë historikisht i ka mikprit dhe i ka dashuru jugorët, si plonjatët, si tjeratët, si sarandiotët, ndoshta se dhe unë di nga ndej, se kanë dim në tjerë dhe mamin e kanë tjerake, dhe gjithmonë kanë pas dyrë e zemrës të hapura. Kështu që kemi presë të fjalën tuaj dhe uroj suksesin dhe ndihmën. Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve që janë sot prezent. Jam shumë e gëzuar që Shkodra pret artista, i mirëpret, dhe sot nuk ka vetëm Shkodran pjesëmarrës, por kemi edhe nga Vlora, edhe nga Tirana, nga rrethet të ndryshme. Janë ngritur herët në mëngjes, kanë bërë udhëtim të gjatë, 4-5 orë, për të qenë prezent
për të respektuar autoren. Sot nuk keni hapur vetëm dyert e kësaj salle, por keni hapur dhe dyert e zemrës tuaj për të pritur autoren e librit që bën sakrifica për të ardhur nga Italia dhe për të sjellë ndjenjat e zemrës së tij. Ato mund të jenë ndjenja që ka përjetuar gjatë jetës, gëzime, idhërime, përjetimet e jetës, ato që çdo grua i përjeton në bazë të fatit që i bie. Diçka për librin. Librin e kam titulluar E vojtur, jo e harruar. Sepse unë vetë jam një femër e vojtur, por si unë ka shumë femra të tjera që kam vojtur edhe vuaj në këtë momente. Por nuk jemi të harruara para syve të Zotit, sepse më kujtohet një shkrim i shenjtë nga Bibla që thotë: asnjë harabel nuk bie në tokë pa lejen e të Madhit Zot. Pra sa vlerë të madhe kanë krijesat e Tij, imagjino, një Zot nuk e lejon të bie në tokë pa lejen e vet. Dhe femra ka shumë vlerë para syve të Perëndis, sepse ajo është riprodhimi i jetës. Nëse femra do ndalet, mos të krijojë, mos të lindi më fëmijë, atëherë jeta ka marrë fund. Prandaj gruaja respektohet, nuk shahet, nuk ofendohet, nuk qellohet, nuk rrifet, nuk vritet. Dhe ju bëj apel të gjitha femrave që më ndjekin në këto momente, kur mos i bëni keq vetes për një burr parazit, për një burr kriminal që u bie në jetën tuaj, kur mos i bëni keq vetes tuaj, fëmijëve tuaj, të idheni nga balkoni, nga lumi, e ku ta diu në ambiente të tjera, për një kriminal që u bie për fat në pjesë, por jepeni forca vetes, sepse Shqipëria ka arritur burrnesha, dhe burrnesh nuk do të thotë marrësh vendin e mashkullit, por do të thotë të ecësh përpara me fatin që të bie gjatë jetës. Jo të gjithë meshkujt din ta puthin shpirtin e një femre. Sot meshkujt më shumë puthin lëkurën e një femre, sepse janë përqendruar tek pamja fizike e një femre, jo tek gjendja shpirtërore e saj, tek emocionet e saj, tek ato çka ajo bën dhe kujdeset për mashkullin e saj. Pikërisht sot kam zgjedhur një poezi që e kam titulluar Lum ku shtaputh shpirtin. Burri nuk është burr, thonë, nëse emri i tij nuk thërritet nga një grua. Aty merr kuptimi jeta vazhdon, quhet me vlera të çmuara. Njeriu ka nevojë për njeriu. A e din ti? Nuk jemi krijuar të rrim vetëm, por ndonjëherë hallet, fati, na bëjnë ta ngrysim filli ka tjetër. Të dua, një fjalë dashurie më i grua. E thonë të gjithë, ashtu u gjynjësuar. Për meshkujt është një fjalë zari, për burrat e vërtet është një peshë e rëndë kandari. Lum ku shtaputh shpirtin sot, se lëkurën ta pothin të gjithë, o femër. Dikush lundron në sipërfaqe gjëmot, mbytet në dashurie në zemër. Dhe frika të mban ashtu, të frenuar. Ashtu si një kalërus kalin mos të ikë, e ruan zemrën me korac forcuar, se mos dikush të angull prap një thik. I flas zemrës në heshtje. Mos ke frikë, unë nuk të braktis, siç më braktisi mua fati në lulen e rinis. Shqyr që poeti ka muzën shoqe, edhe rdhimbje në letër mes lotve. Aty rësirës së dhomës në ndritën e kandilit, me shpresën se dielli sërish do të lindi. Ju falenderoj. Kemi dhe një surprizë se nuk mund ta lëmë autorën të na iki nga Shkodra, pa marrë një mirënjohje prej Shkodrës. Lulash, lutem. Po futëm mes. Po, patjetër. Si vesh ka mes vjane.
atëherë vërtet na emocionoi, jo pa qëllim, unë thash aty që Gjulieta është vërtet një poezi, por ishte edhe një artiste në gjithë performancën e saj. Prandaj klubi i artistëve dhe shkrimtarëve të Veriut Rozafa e nderon sot me një mirënjohje, me motivacion. Për kontributin tuaj të çmuar në fushën e letërsisë dhe shkrimeve si artiste dhe poete, për vullnetin dhe përsosmërinë tuaj në të gjithë veprimtarinë tuaj artistike dhe kulturore, në mbështetje të artit, kulturës dhe të kauzës së fermave në përgjegjësi. Kryetari Ilmi Kurti, sekretari Lula Shbërigja. Por do të ftoj për të dorëzuar një shkodran 24 karat, siç e thonë. Bujar Zyra. Me poeten Gjulin, në ana virtuale i njihemi tash 5-6 vjet. Edhe kemi komunikuar me WhatsApp, me Facebook. Kam qenë shumë i kënaqur dhe apasionuar që ta kemi pjesë të spektakleve tona, që i bëjmë madhështore, deri në 500 vet, që të fusim në këngën lave, këngën bejate, edhe interpretim artistik, por na qëlloj ajo faza pandemisë që u bloku çdo gjë. Unë kam kënaqësinë veçantë t'i dorëzoj mirënjohjen shkrimtarë tepër të talentuar, pra aq pak vargje sa lexova, dhe meta shumë i kënaqur, duke i uruar sukseset me teshme, i dorëzoj me kënaqësi. Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Faleminderit që ishi pjesë e këtij aktiviteti. Faleminderit edhe për suksesën në vazhdim.